Luftëtarët e Skënderbeu sapo kanë zbritur në fushën e lojës në stadiumin Gjiro Kastra në qytetin me të njëjtin emër, janë gati për të filluar sfidën e tyre për raundin e 16 në kategorinë superiore. Mirdita e përshëndetit nderuar miq, jemi në Super Sport 5 High Definition, aty ku bëhen gati të luajnë me njëra tjetrën dy skuadra të cilat në tabelën e klasifikimit kanë probleme. Ka filluar drejt për së drejti dhe ekskluzivisht jemi në Super Sport 5 High Definition, kjo ndeshje e vlefshme për raundin e 16 në kategorinë superiore. Jemi në fazën e dytë. Shohim të kalim në krahun e majt. Pasimi është në qendër, mundësia është e mirë. Ktu zhbllokohet rezultati, kalon përpara. Fal shtyllës, pak rëndësi ka, por fal shtyllës ka realizuar skuadra e luftëtarit. Ka realizuar Lika, Gresil Lika. Shohim edhe një herë këtë kalim të tij. Ka patur hapësirën e nevojshme, e ka marrë mirë topin në qendër. Edhe ka mposhur portierin Koliçi. Edhe një herë goli realizuar nga Gresil Lika. Për Ballti Demo, Gripshi, gjithashtu dhe Fili, topi është në zonë, kthehet për Bukarin Krasniqi. Dia ka qenë e mirë e Lezit. Niset Bregu në shtyll, vazhdon aksionin, nuk arrin të realizojë skuadra e Skënderbeut. E pabesueshme, çfarë kanë humbur korçarët? Mundësia më e mirë për gjetur barazimin. E ndjekim edhe një herë. Gjuajtjen e Bregut mbi murin dhe në shtyll, ndërsa Gripshit i ka mbetur topi aty. Diagonale mbi traun e portës. Pikërisht nga hiçi e nxorri Bregu, për të po flisnim. Duket i qetë. Dushkaj. Shikon vendosjen në qendër, kërkon topin Lika, në mes Lika! Realizon Gresil Lika! 2-0. E shohim edhe një herë. Këtë kalim në krahun e majt të Dushkaj. E kërkoi topin Lika, krosimin zonë. Pollozhani nuk ishte i vendosur as pak. Vjen Pëllumbi, cili ka hyrë në fushën lojës në pjesën e dytë, por shumë vonë. Nuk bën dot asgjë Pëllumbi. Nga distanca kjo gjuajtje e gabuar. U përpoq Lezi, por pa gjetur dot Otto John, mjaft mirë për Bregun. Në krahun e djathtë Bregu, pasimin zonë. Nuk arriti Krasniqi. Preka e fundit ishte Donaldo Açkës. Dëgjohet vërshëllima e fundit, nuk ka kohë për një rivënie tjetër, thot kryesori Ziri. Pam edhe një herë duelin e Açkës me Krasniqin, mbyllet pjesa e dytë dhe tërë takimi. Skuadra e luftëtarit fiton 2-0, gol për çdo pjesë. Golat realizuar nga Lika në minutën e 9 dhe të 53-ën. Skuadra e luftëtarit i afrohet disi, shkon në kuotën e 11 pikëve, i afrohet disi Skënderbeut që sërish është ende në vendin e 8 e pashqetësuar për të